si këngëtar solo ke bërë ca hite. Le të flasim pak për Qytetin e Vjetër? Po. Shumë këngë e bukur. Po, shumë këngë e bukur, se është këngë dhimbje, është krijuar në vitin 97, ishim gjithë me AK-47 në përshpije. Historia është e tillë që një ditë, një natë më saktë, ishim ulur tek akademia. Isha bashkë me Jolën, me Neritan Liçajn, me Mont Budinën, me Altin Bashën. Që në atë kohën i kam pasur shumë shokë dhe jam shoqëru goxhama një pjesë mirë të fakultetit. Këta të gjithë tani ishim ulur atje, po pinin Fernet, e tavolina mbushur me fara. Lule dielli, fara kungulli, duke ngrënë, dhe filloi një muhabet aq depresiv, sepse nuk kishte çfarë muhabeti të bëje në 97-ën. Unë kam memorien top, Klo, dhe i kam fiksuara çdo ditë të atij viti, edhe të 97-ës edhe të 98-ës. I kam fiksuara vujtjet dhe i kam fiksuara çfarë traume. Dhe këta më mbushën me një lloj gjendje, se po flisnin, po aq depresive situata, sa që unë nuk po rria dot, i them Jorës, hajde tikim, i them tani. Jora ishte gati gjithmonë tike, se nuk kishe ndonjë qeflie shumë e madhe të rinte nëpër tavolinë për kështu. E mora çova në shtëpi, kthehem në shtëpinë time, mbylla makinën, u ngjita lart dhe isha i mbushur me nota. Ulan tastier dhe fillova bëra një 2-3 akorde, sa i lidha për çerekore 20 minuta, kënga ka qenë e bër në 80% e saj. Marr në telefon Gestoçën dhe i them, Geso, i them, unë dua të më bësh tekst. Ka ardhur frymëzim, kam një këngë bukur. Po si më thot Gezi? Ku takohemi? Ke Shqupi, ku do takonim tjetër, se Shqupi ishte edhe më i sigurti. Kuptonti, ishim më kështu, ishim më sigurt atje. Se dhe ushtari, këtë dera, vite policia ushtarake, qarkullonte, nuk ishim pa njeri. Vim aty, Shqupi poshtë ka pasur kafe, restorant ka pasur, dhe marrim një shishe Fernet, edhe nuk e di mua, më ka humbur, është fatkeqësi faktikisht, që nuk e gjej dot dorëshkrimin e Qytetit Vjetër, që e ka shkruajtur Gesi me shkrimin, me gjithë korrigjimet, dhe që ishte me njollat e Fernetit, se duke bërë të pavëmendshëm, edhe u derdhte në një pikë atje dhe ishte bërë ajo fleta e bardhë, ato njollat e Fernetit zezë, boja blu, dhe aty u bë teksti dhe Gesi e shkruajti direkt, për 1 orë e bëri edhe tekstin. Shkova regjistrova pastaj në studio jazz, që punoja në atë periudhë. Po, që ka qenë shumë e famshme si studio.